më lejo të ndaj një mendim ndryshe, jam dakord komplet në mënyrën se si ambasadori shpjegoi qasjen e administratës Trump, dhe kjo është e pastër, e dim gjithë, çështja është sa përputhet qasja e administratës Trump me realitetin. Lidhur me asimilimin kulturor, ku ai sulmon emigrantët, duhet përmend dy fakte cilët lidhen edhe me një teori konspirative, me zëvendësimin e madh, që unë për hir të vërtetës jam çik skeptik për këto teoritë konspirative, zëvendësimin e popullatës, megjithatë do sjell një shembull tjetër. Vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet i formuar nga migracioni. Janë një shtet i formuar nga migracioni. 57% e amerikanëve sot janë të bardhë, jo hispanik. Ndërsa 42% të amerikanëve sot janë minoritete aziatike, afrikane, e kështu me radhë. Pra, dhe në raport me Europën, të cilën presidenti Trump e kritikon, nuk ka si shtet evropian që të ketë as gjysmën e këtyre shifrave. Kështu që Amerika i ka brenda vetes vet. Nuk ka sens. E dyta, lidhur me atë që është një term, ndoshta edhe termat janë tepruar, ai ka qëllim tjetër, por përdor terma të gabuar ndoshta. Zhdukja e civilizimeve është çështje më e thellë se kaq. Konkretisht, çdo civilizim ka burimet e vet autentike, prandaj quhet civilizim. Civilizimi nuk është civilizimi amerikan pse ka një president Trump, se ka një Bill Clinton. Është çështje tjetër komplet, nuk ka të bëjë fare me ideologjinë. Ka të bëjë me rrënjët historike burimore. Dhe civilizimi jon, europian, ka 3 burime, 3 shtylla kryesore. Traditën judeo-kristiane, traditën greko-romake dhe traditën gjermanike. Sigurisht që futet iluminizmi, rilindja, humanizmi e gjithë elementë tjerë, po këto janë 3 bazat, cilat nuk kanë ndryshuar asnjëherë. A mund të ndryshojë performanca e civilizimeve? Patjetër, nuk ka asnjë civilizim gjatë gjithë historisë njerëzore që qëndron aty ku është. Civilizimet ecin, japin dhe marrin. Dhe unë nuk e shikoj çështjen e emigracionit. Sigurisht është një problem i madh për Europën, por nuk e shoh çështjen e emigracionit. Pavarësisht se vetë Europa ka ngritur pikpyetje dha mbi identitetin kulturor dhe sa të mbrojtura janë kulturat europiane, nacionale, lokale, nga ky ekspansion i madh, por mos harroni diçka tjetër. Shqetësimi më i madh i Europës, që nga periudha post-luftës, që nga De Gaulli, ka qenë influenca amerikane, e kulturës amerikane, apo jo, e politikës jashtme amerikane, e prezencës amerikane. Dhe Europa, që paktën pas edhe para viteve 90, por pas viteve 90 gjithmonë ka luftuar për një identitet vetin europian. Qoftë ky identitet politik, qoftë kulturor, qoftë kultural. Nuk e ka mbritur. Nuk e ka arritur. Kështu që unë nuk e shoh këtë, po ajo që më shqetëson mua është kjo, reagimi i vendeve europiane. Ka një diferencë shumë madhe, zoti Rakipi. Ne kemi një zhvendosje të konceptit transatlantik në kohën e presidentit Trump. Europa sot nuk po shikohet si një alat prioritar. Nuk po shikohet. Nuk po shikohet, realisht. Europa po shikohet si një partner jo strategjik, po si një partner i cili marrëdhëniet me të cilën do zhvillohen në bazë të reciprocitetit. Dhe ky është ndryshimi i madh. Të tjerat pastaj, mënyrën se si ai shikon mbështetjen e forcave populiste, forcave të djatha dhe ekstreme, jam dakord shumë me atë që për atë që tha ambasadori, që është një dështim i të majtës liberale, po, ka qenë një dështim, dhe ne ka qenë gjithë. Por dështimi nuk rregullohet me një imponim që të vi nga jashtë. Nuk mund të rregullohet në atë formë. Dhe nuk mund të forcohet euroatlanticizmi duke sulmuar elementet, duke sulmuar qeveritë europiane. Nuk mund t'i thuash Europës që qeveritë europiane janë kundër demokracisë, kundër lirisë, shtypin opozitat, se këto fjalë nuk i përdor dot as për shtete afrikane, për një pjesë madhe të shteteve afrikane. Kjo është shumë e tepruar. Ndërkohë që nga ana tjetër, në asimetri të plot me ideologjinë e tij, thotë jam kundër eksperimentet amerikan lindjen e mesme, por qëndrojnë monarkitë arabe dhe të ruajmë statu quo. Janë dy qëndrime krejtësisht ndryshme. Ndoshta ai po mundohet të paraqes një teori ose një qasje ndryshme në rajonet botës, është ajo qasja tjetër që do krijohen pushtete lokale dhe aleanca ndryshe nga këto që janë sot. Megjithatë, unë më shqetësoj shumë fakti që mendet europiane, të gjithë platformën për 33 pikash të strategjisë kombëtare amerikane e quajtën kryqëzat ideologjike. Kjo ishte një fjalë shumë e rëndë. Dhe reagimi i eurodeputetëve ka qenë shumë i rëndë. Por herë të parë, dhe kjo nuk është, ka ndodhur edhe gjatë presidencës parë të presidentit Trump, edhe këtë herë, presidenti Trump ka prishur atë që modeli i neutralitetit, të qëndrimit Shtetet Bashkuara të Amerikës me zhvillimet e brendshme europiane, ka ndërhyrë shumë fort. Mos harroni që edhe herën e parë ndërhyri kur rriti tarifat e aluminit dhe të
Çeliku në 2017 e quajti vendet e BE-s si rrezik kombëtar për Shtetet Bashkuara të Amerikës. U tërhoq nga marrëveshja e armëve bërthamore me Iranin. Urdhëro ku e ke Iranin sot. Pa marrëveshja armëve bërthamore është fuqi lokale, ka krijuar një rrjet që ka influencë në të rajonin. Atëherë ku është influenca e madhe e Perëndimit? Çfarë pret Evropën deri në fund të mandatit të Trumpit? Se edhe 3 vjet është, pastaj mund të durojnë këta 3 vjet. Sa rrezikohet Evropi dhe ku gjendemi ne të shkretët në këtë mes? Se këtu është ore. 2016-2020 ishim pothuajse në njëjtën situatë. Vetëm që atëherë departamenti i shtetit vetëm se atëherë ai skuptonte mirë. Ishte pothuajse i asfiksuar dhe Trumpi filloi të akuzonte deep state-in që pengonte dhe iku një mandat duke me tentativën e Trumpit për treguar se jo. Nëse tani i di çfarë gjëra. Nëse tani Trumpi ishte efektiv që në vitin e parë. Ka ndryshuar botën që në vitin e parë të presidencës së tij pa mbushur akoma. Do dhe 1 muaj e 12 ditë për të quajtur një vit. Kështu që kjo marrëdhënie është shumë e rrezikuar në qoftë se do vazhdojnë këto qëndrime kaq të largëta nga njëri tjetri. Nuk do forcohet marrëdhënia e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Unionin Evropian ose me Europën. Nuk do forcohet. Nuk do forcohet fare, do ri në këto tensione, ndoshta do shkojë edhe me tensione më thella, por nuk do ketë një ndarje dhe nuk do ketë një çarje të NATO-s. Kjo është një egzagerim i pakuptim fare. Janë tensione që kanë qenë gjithmonë ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, se janë 2 ideologji, 2 botkuptime, 2 mënyra organizimi institucionale të ndryshme, mënyra si bëhet vendimarrja. Por nuk besoj se të dyja palët nuk kanë asnjë lloj interesi që të krijojë një çarje, një frakturë që t'i largojë pafundësisht midis njëri tjetrit. Mentor, unë mendoj që do të ketë ndryshime në mënyrë ciklike, unë mendoj që do të kemi një marrëveshje e cila nuk do ta zgjidhë përfundimisht konfliktin ruso-ukrainas, por në cilën dhe Evropa është e përfshirë, pra do të kemi një normalizim të afërt të marrëdhënieve ruso-amerikane. Ajo që është interesante, me që përmendë NATO, zgjidhja e konfliktit ruso-ukrainas, pra normalizimi i marrëdhënieve të Rusisë me Amerikën, e lehtëson zgjidhjen e çështjes Kosovës. Pra do më thënë hyrjen e Kosovës në OKB, dhe madje qarkullojnë edhe hipotezat, një ekspert i madh amerikan mbledhjen e fundit të Komisionit të Jashtëm tha pse të mos hyjë dhe Kosova të ofrojë Trumpi të ofrojë dhe Kosovës dhe Serbisë hyrjen në NATO. Sepse Amerika, sepse kjo administratë, pra administratat serbe, e shikon si të mundshme hyrjen në NATO. Pra edhe kjo ofertë për 2 vendet të Evropës, të hyjnë NATO, por që vjen nga Trumpi, është gjithashtu një moment të relaksimi në marrëdhëniet mes tyre. Profesor? Në rast se do i qëndrojmë strategjisë e cila na ka mbledhur sot këtu, Shtetet Bashkuara të Amerikës do angazhohen në një përmbajtëri se sa e edhshme do jetë, do ta shikojmë, që në zgjedhjet e ardhshme në Gjermani të fitojë AFD-ja. Po fitojë AFD-ja në zgjedhjet e ardhshme në Gjermani, duhet me thënë lamtumir NATO-s edhe Bashkimit Evropian njëkohësisht. Kështu që në perspektiva sipas shqyrtimit të fakteve është e zymt. Është goxha e zymt. Nga ana tjetër, rrezik edhe më i madh i kërcënon Europën nga nuk e di, ju kujtohet shpreha famshme e Lorit Ismail që tha NATO na duhet për të mbajtur amerikanët brenda, gjermanët poshtë dhe rusët jashtë. Rusët kanë ikur ka kohë që kanë ikur nga Europa, kanë mbetur vetëm amerikanët brenda për të mbajtur gjermanët poshtë. Në momentin që amerikanët ikin, siç tham pak më përpara, për shkak të rishpërndarjes fuqisë botërore, atëherë gjermanët do të fitojnë lirinë që kanë humbur në 45-ën me trupat amerikane që kanë në Gjermani. Dhe zot na ruaj, asnjëri në Europë nuk ka besim që gjermanët dinë të sillen në mënyrë të respektojnë kombet e tjera në Europë kur janë të pavarur e kur janë të fuqishëm. Dhe po të shikojmë që zoti Merz ka ndërmend të harxojë 1 trilion euro për të armatosur, një Gjermani e armatosur jashtë NATO-s në një Europë goxha të përçar, konkluzionet me AFD-n pushtet pastaj është siç ndërrohet shikus, siç e tha profesori, një perspektive zymt mbetet, edhe për në të shkretet e zymt, edhe pse jemi kajt vegjit, po inshallah tani ndoshta zoti Trump nuk kujtohet dhe për ne, kupton. Kur zien atlarët, shkelmat janë gomarë. Po ndoshta e hanë dhe... Nuk nga ngatron me Armenin. Ndoshta na bien dhe ne. Nuk nga ngatron me Armenin. Ndoshta nuk nga ngatron dhe me Armenin e gjitha,
Por si shta profesori, ka një moment që duhet të bësh që ta kuptosh vërtet veprimet që bën Donald Trumpi, duhet të bësh vërtet gjimnastik truri,